Info me rëndësi për Itali. Të nderuar, në Itali ne rekomandojmë paketin Premiuma, ku keni 500 kanale kryesisht shqiptare, 70 kanale sportive ku përfshihen të gjitha kampionatet, tek e cila kanalet sigurohen nga firmë lokale kablore, do me thënë kanalet veti sigurojnë. Premiuma punon pa VPN. Me këtë pako kemi mbi 2000 klient, prej të cilëve 360 klient i kemi vetëm në Itali. Pse themi punon pa VPN? Sepse paketja nuk përfshin në vete kanalet italiane SK dhe DAZN dhe prandaj nuk blokohet nga sistemi italian kundra piraterisë. Nëse ke patjetër me i shiku Sky dhe DAZN, ne kemi paketin B me të gjitha kanalet e botës ku janë Sky dhe DAZN, me të cilën pako kemi mbi 1100 klient ekzistues në Evropë. Por këtë paket në Itali e shesim vetëm nëse ke Android TV ose Android Box, sepse vetëm në Android instalohet VPN profesionale, e cila anashkalon bllokimin nga sistemi italian. Çka është VPN-ja? VPN ndryshon IP-juaj sikur jeni në Gjermani ose shtet tjetër dhe kështu nuk zbuloheni nga Italia se çka jeni tu shiku dhe prandaj nuk bllokohet. Edhe ne kemi interes me shit sa më shumë abonime, por me kusht që me i ditë rrethanat dhe ligjet e shtetit të caktuar sikur Italisë. Sepse në rend të parë duhet me qenë siguria e klientit, mos me rreziku klienti me i ndodh bllokimi pas një periudhe ose rasti me ekstrem me marr gjop për pakot me Sky dhe DAZN nëse i shikoni pa VPN. Me pak fjalë, nëse do Premiuma, nuk thën ligjet e Italisë dhe punon pa VPN në cilin do televizor. Nëse do bë me Sky dhe DAZN, është patjetër me pas Android që me i rregullu me VPN. Ka do firma që shesin paketa me Sky dhe DAZN në Itali, por i bëjnë me një sistem quhet proxy i cili është imitimi VPN, së dhe shpeshherë bllokohet dhe nuk funksionon si duhet. Nëse doni ashtu paket me Sky dhe DAZN patjetër është vetëm me VPN profesionale. Sepse ndryshe me proxy siç i bëjnë disa është kot sepse prap bllokohet. Përveç kësaj me proxy prap jeni në shënjestër nga sistemi kundra piraterisë dhe mundet me ju vendos gjop deri 5000. Ne ju tregojmë si qëndron puna. Tek e fundit më mirë me qeni informuar dhe me ble diçka që funksionon, e jo nesër me u bloku ose me u gjobit.